Kosova është destinacion për shumë ergjimtarë gjatë festave të fundvitit, por ata që këtë vit ndorimin e motmoteve vendosin ta festojnë në vendlindje, veç festave i pret edhe një proces tjetër goxha i rëndësishëm për vendin. Ata do të kenë mundësi që të votojnë në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 28 dhjetor. Sipas të dhënave të aeroportit, vetëm me transport ajror, dhjetorin e vitit të kaluar udhëtuan mbi 360.000 qytetarë. Vizita të shumta ndonë më pak, pati edhe në 2 vitet e kaluara, 266.000 vizitorë erdhën në Kosovë vetëm në dhjetor të 2023-s, ndërkaq po këtë muaj me 2022, përmes linjave ajrore në Kosovë arritën 235.000 udhëtarë. Andaj marrë parasysh këto statistika, njohës të zgjedhjeve thonë se në këtë proces, pesha e diasporës mund të vrehet më shumë. Edhe në këtë vit do të ketë një numër i madh apo një arsye që mund të vijë për shkak zgjedhjeve. Por vitin e kaluar kemi pas shumë diasporë që janë kthyer mbrapa dhe nuk kanë qenë pjesë e një festës së madhe të tyre, siç janë festat e fundvitit, për arsye që ka pas pengesa në rrymë. Por krahas rritjes nga Mërgata, vlerësohet se mund të ketë rënje të votave nga rezidentët. Në çdo vend zgjedhjet organizohen për të përshtatur popullatës banore, pra qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Kosovë, është datë festash dhe në këtë kohë qytetarët e Kosovës shkojnë tek familjarët e tyre në perëndim. Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, 104.924 votues nga Mërgata janë regjistruar për të marrë pjesë në votim. Prej tyre 84.600 kishin zgjedhur votim përmes postës, teksa 20.324 të tjerë në përfaqësi diplomatike.